Kemi edhe një seancë tjetër, gjithashtu, megjithëse sot do duhet ishte ditë pushimi sipas kalendarit festave zyrtare, gjithsesi ne jemi këtu për shkak se rregulloria e kërkon, pra që çdo 48 orë të mblidhemi në tentativën tonë pra për të zgjedhur kryesinë e kuvendit. Siç e kemi thënë tashmë disa herë, ne kemi bërë propozimin tonë, kemi kryer obligimin kushtetues. Gjithashtu, tash është rradha obligimit kushtetues pra që të votohet nga gjithë deputetët e kuvendit, sepse është obligimi të gjithëve konstituimi i kuvendit, apo votimi i kryesisë në këtë rast. Ne gjithashtu kemi bërë edhe hapa tutje, pra lëvizje, keni parë besoj me ftesën e kryeministrit Kurti drejtuar udhëhecëve të dy subjekteve tjera, të cilët janë në radhë pra sipas numrit të deputetëve, sepse siç e dini kushtetuta e parasheh që 3 partit më të mëdha, pra u takon edhe pozita e nënkryetarit. Në mënyrë që të kemi një konsensus për gjithë emrat dhe të lëvizet tutje, në mënyrë që të mos kemi blokadë pas blokade, pra siç po shihni tani ku opozita blokon me vota kundër kandidatin tonë për kryetare, pastaj momentin që zgjidhet kryetari ose kryetaria, ne do vazhdojmë tutje me blokadën reciproke, duke mos i votuar kandidatët e tyre. Ideja ka qenë që të ketë një dakordim për gjithë kandidatët e kryesisë dhe të lëvizet sa më parë përpara për themelimin e institucioneve dhe hapjen rrugë për formimin e qeverisë. Shpresoj dhe uroj që sot pas përgjigjes pozitive të njerit nga udhëhecëve të partive opozitare, në rast Partisë Demokratike të Kosovës, të ketë pasur një reflektim në mënyrë që të hapet rruga të lëvizet përpara dhe të themelohen institucionet. Keni pa zotim Marati përgjigjen pozitive të PDK-s dhe në atë negative të LDK-s? Po mendoj vlerësimi do duhet të takon të qytetarëve, po besoj gradualisht po qartësohet, pra se kush po bën bllokada, pra refuzimi edhe për të diskutuar për temën, besoj që është mjaft e qartë. Kemi edhe hipokrizin tjetër pastaj ku thuhet që pozita e kryetarit, hajde ta diskutojmë, ndërkaq pozita e nënkryetarit na është e garantuar me kushtetut. E njëjta pozitë e nënkryetarit edhe e kryetarit, pra janë të garantuara me kushtetut në nenin e njëjtë, pra është neni 67. Është neni i njëjtë që i garanton që të dy pozitat. Pra nuk dallojnë sa i përket funksionit, dallojnë sa i përket hierarkisë, sepse njëra pozitë është kryetari, ndërsa pozita tjera e nënkryetarit që në mungesë të kryetarit pastaj e zaventësojnë. Faleminderit. Është vetëm për kryetarët e parlamentit, po jo edhe për koalicion me qeverinë, pasi numrat e PDK-s supozoj që u vinë. Besoj që keni pa ftesën, pra ftesa është e qartë, është për themelimin apo konstituimin e kuvendit. Pastaj për qeverinë është afati tjetër, është proces komplet tjetër. Faleminderit. Ku i merrni votat tani?